Profeti sallallahu alaihi wasallam, prej cilësive të tij ishte shpresonte shumë tek Zoti. Madje mundohej që këtë shpresë ta mbillte edhe tek zemrat e shokëve të tij. Ishte optimist. E kjo i nxiste shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam që ishin me të vërtet njerëz shumë produktiv, shumë njerëz pra punonin shumë, nuk njihnin lodhje. Imagjinoje në periudhën e Mekës, 13 vite, ishin gjendje dobësie muslimanët. Profeti sallallahu alaihi wasallam i mftonte Mekasit ta adhuronin Allahun, lexonte Kur'an, mësime nga më të ndryshmet. Çfarë përgjigje kishte prej tyre? Tallje, ofendim, tortura, gjëra nga më të ndryshmet. Derisa vjen një moment që i këshillon shokët e tij, çfarë i thotë? Përhapunin tokë, se Zoti ka për t'ju bashku. Subhanallah, i bashkoi Allahu në Medinë. U përhapën tokë, emigruan, u kthyn, u bashkuan në Medinë.